Seanca e sotme plenare që në rendin e ditës ka miratimin e proces verbaleve të seancave të mëparshme, interpelanca me ministra, seancë pyetje përgjigje si dhe shqyrtimin e disa projekt ligjeve dhe projekt vendimeve të rëndësishme, nisi me debate të ashpra, kur kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi socialistët. Kryetari i Kuvendit Peleshi mes debateve ka ndërprer seancën për mos respektim të rregullores së Kuvendit. Seanca e sotme, përveç incidenteve të shumta, u shoqërua dhe me përdorimin e një fjalorit të papërshtatshëm. Parlamenti është shtrofulla e mbrojtjes hajdutëve. Këta që janë pas shpinsime, edhe këti krahu janë të gjithë maska e Lubis dhe Edi Ramës. Par vithet e Belindës, në të vërtet Edi Rame. Zoti Berisha. Çdo parti politike ka të drejtë legjitime të protestojë, dhe kjo është e garantuar në kushtetut dhe në ligj, por çdo parti politike apo formacion që thirr një protestë mban përgjegjësi për mbarvajtjen e këtyre protestave. Duket qartë që personat e përfshirë në aktet e dhunës janë persona të nxitur, të dyshuar, të paguar për të kryer ato akte dhune. Kemi 2 orë që dëgjojmë këtu një ish kryeministër që jetën e tij politike e ka nisur dhe e ka përfunduar vetëm me dhunë. Boll me teatr, ky parlament duhet futet në shina dhe duhet fillojmë me rendin e ditës. Fatkeqësia më e madhe e këtij kombit është prezenca jote këtu, Sali Berisha. Po si nuk e turp dhe sedër që vjen këtu në këtë parlament dhe gënjen, si nuk e turp. Ky kryetari non grata i Partisë Demokratike sapo tha që është një gjuhë popullore për njerëzit e të na kuptojnë. E me që se na përmendi si mbrojtës të prapanicave, po si ka mundësi që vazhdon të djegësh Shqipërinë prej 30 vitesh vetëm për prapanicën tënde, e të familjes tënde, e të njerëzve të tu, dhe nuk u lodhe për atë prapanicë ti, e nuk u lodhën këta të mbrojtës